Presidenti e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, festoi ditëlindjen e saj të 43. Në këtë ditë veçantë ajo ka marrë urime të shumta nga qytetarë, bashkëpunëtorë dhe figura të rëndësishme politike, por veçanërisht është spikatur urimi i ndjerë nga bashkëshorti i saj, Prindon Sadriu. Përmes një postimi në rrjetin social, Sadriu ka ndarë disa fjalë emocionuese për bashkëshorten e tij, duke e cilësuar si frymëzim për shumë gra dhe vajza në mbar botën. Ai ka theksuar rolin e Osmanit jo vetëm si presidente, por edhe si bashkëshorte dhe nën shembullore. Në këtë ditë të veçantë, dua, Anda dhe unë të falenderojmë nga zemra, jo vetëm si bashkëshorte e nënë e jashtëzakonshme, por edhe si grua që me forcën, guximin dhe dashurinë ke frymëzuar dhe vazhdon të frymëzosh shumë gra e vajza kudo në botë. Me shembullin tënd, shumë vajza guxojnë të ëndërrojnë më lart. Gëzuar ditëlindjen, urojmë që kjo ditë të sjellë po aq gëzim sa sjell ti në jetën tonë. Të duam shumë, ka shkruar ai. Presidenti Osmani ka lindur më 17 maj 1982 në qytetin e Mitrovicës. Ajo është një nga figurat më të spikatura në politikën kosovare dhe ndër më të njohurat në rajon, e angazhuar fuqishëm në çështjet e drejtësisë, barazisë gjinore dhe integrimit evropian të Kosovës. Për vite me radhë, Osmani ka qenë një zë i fuqishëm në mbrojtje të drejtave të grave dhe përfaqësimit të tyre në politikë. Rrugtimi i saj politik i ndërtuar me përkushtim dhe profesionalizëm është bërë model frymëzimi për brezat e rinj, veçanërisht për vajzat dhe gratë që aspirojnë pozita drejtuese. Në këtë përvjetor të lindjes përtej urimeve tradicionale, presidentja ka marrë edhe një mesazh të ngrohtë familjar, që rikujton rëndësinë e mbështetjes familjare në jetën e çdo lideri. Gëzuar ditëlindjen, presidente.